Unë nuk e kisha kohën e mjaftueshme që të bëj konsultimet e brendshme për takimet e ardhshme. Padyshim që do të bëj ftesa për takime për kryetarët e partive opozitare në mënyrë që të shohim se cilat janë rrugët ashtu që të arrijmë numrin prej së paku 80 deputetëve po e ritheksoj. Unë nuk besoj që është mirë të jemi veç se 80 apo 81, duhet të jemi rreth 85, 84 deri në 86 që të jemi të sigurt në mënyrë që ta zgjedhim presidentin aty dhe për këtë do të bëj edhe ftesa e do të zhvillojmë edhe takime, por çfarë ofertash e kërkesash do të ketë në ato takime, duhet të presim që të ndodhin ato takime. Sigurisht që kjo është çështje të rëndësishme, zgjedhja e presidentit, edhe ne e marrim me seriozitetin më të lartë institucional e politik. Në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, nëse nuk jam gabim, kemi kohë deri me datën 28 prill, që do të thotë se kemi 30 ditë, pra nuk janë 3 ditë, janë 30, por do të përpiqemi që sa më parë të bëjmë sa më shumë, por mua më nevojiten konsultimet e brendshme dhe natyrisht ajo që dihet është që pas këtyre konsultimeve të brendshme që do t'i zhvilloj, menjëherë do të dërgoj ftesa për takim me kryetarët e partive opozitare, edhe njerë po them, sa është rëndësishme ta trajtojmë me urgjencë, është rëndësishme të kemi sukses. Sepse në fund të fundit nuk do të matemi me përpjekjet që bëjmë, por me suksesin që e arrisim. Në këtë kuptim, çështja është e rëndësisë më të lartë, është urgjente, por aktgjykimi i gjykatës kushtetuese megjithatë na e ka dhënë një periudhë kohore e cila na mundson jo vetëm të veprojmë shpejt, por njëkohësisht edhe të mos bëjmë gabime në mënyrë që të arrijmë aty ku duhet. Emrin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme diasporës, Glauk Konjufsës, ne e kemi dhënë më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Më pak se 30 orë. Emrin e Fatmire Mullhoxha Kullçakut e kemi dhënë më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra kemi pritur deri në momentet e fundit. Dhe deri në momentet e fundit nuk kemi hequr dorë nga një mundësi për marrëveshje me opozitën. Tash mua më nevojiten konsultimet e brendshme se çfarë duhet të bëjmë për rrugën përpara. Në njërin anë janë natyrisht i kemi parasysh interesat politike, për në anën tjetër janë edhe kufizimet juridike e ligjore. Duhet ta shohim se çka është e mundur që të bëjmë për të ecur përpara dhe unë besoj që kjo do të shihet pjesërisht në konsultimet e brendshme që unë do t'i zhvilloj sot e nesër.